Mua më vjen mirë që ju merrni angazhim për ta ripar, uroj që ta shikoni seriozisht, sepse këto që them unë janë të gjitha absolutisht të vërteta dhe absolutisht të verifikueshme. Zotë Ministër, ju I lexuat edhe një herë listën e atyre që keni konsultuar. Qartësisht nuk janë në përputhje me ligjin, sepse nuk mund të konsultohet askush tjetër përveç se banorëve kur duhet të prishet shtëpia banorëve. Jeni në proces shpronësimi. Nuk jeni thjesht në një projekt do bëjmë një qendër kulturore dhe hajt pyesim përgjithësi banorët. Jeni në një proces shpronësimi. Keni detyrim ligjor t'i pyesni, t'i dëgjoni dhe të konsultoheni me ta. Nuk është bërë, nuk është bërë. Dhe kjo është e prerë. Nga ana tjetër, ju keni nxjerrë që janë disa banesa thoni të papërshtatshme. Si? Kur s'kan shkuar kurrë? Se që të shkojnë në një banesë, minimalisht do të njoftohet pronari I banesës. Për ta parë sa e papërshtatshme është për t'u mbajtur apo për t'u prishur. Dhe kjo prap nuk është bërë. Prap nuk arritë do të thoni qytetarëve kush janë kriteret. Se një projekt duhet të ketë ca kritere, kaq larg nga amfiteatri, kaq afër, kaq e vjetër, kaq e re, pra duhet të ketë disa kritere. Ju s'keni disa kritere sot të shpallura për të thënë që këto kanë qenë kriteret që ne kemi zgjedhur kush do prishen. Dhe kush I plotson këto kritere, do të prishet, kush nuk I plotson, do të qëndrojë. Sepse nuk I keni. Ju keni bërë ca të nënës, ca të njerëkës. Për interesa të planeve tuaja afatgjata. Dhe kjo prap nuk është të mirën e Durrësit. Ju, Zotë Ministër, po ashtu nuk na thoni dot këtu, neve që e bëm me shpejtësi dhe ndaj bëm shpronësime tani për tani dhe nuk I lam për në janar. Sepse ju e thatë vetë që është një projekt që nis që nga pandemia. Dhe nuk është çështje shpejtësie këtu për t'i dhënë hakun të Zotit dhe për t'i dhënë shpronësimet nëse do të arrini në atë fazë. Përsa I përket gjykatave, janë në procese gjyqësore, janë pranuar pa ditë, por ju e dini shumë mirë që gjykatat në Shqipëri janë fatkeqësia më e madhe për të marrë të drejtën, sepse ju mendoni t'i shëm shtëpinë, t'ia u shkatroj pa ligj, të enden 15 vjet minimalisht dyerve të gjykatës dhe po e morën të drejtën, çfarë do marrin se shtëpia nuk është më? Po e morën të drejtën, maksimalisht do të marrin do një dëmshpërblim tjetër. Kështu që këtu tregoni fillimisht qytetar, më pas politikan, dhe mendoni që jeni duke shkatruar jetën e njerëzve, jeni duke shkatruar trashëgiminë e një qyteti, mos u nxitoni, keni që nga pandemia, tërhiquni nga projekti, bëjeni të gjitha fazat siç duhet dhe nëse ka banesa që duhet prishen për trashëgiminë, duhet jenë në bazë të kritereve, duhet jenë kriteret e publikuar. Ta përfundoj fjalinë. Dhe janë të gjithë të gatshëm të bashkëpunojnë, sidomos kur bëhet fjalë për amfiteatrin, por nuk është logjike që banesat të cilat ndodhen shumë larg amfiteatrit, unë thash shkollën Jani Kukuzeli e tjera, të prishen pa kritere se kështu ka vendosur një fondacion privat. Ju jeni, sipas ligjit, garant I interesit publik dhe qëndroni në devizën që ju jep ligji. Mbroni Durrësin dhe banorët e Durrësit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Zëra Zhopa, këtu përfundon zhvillimi i interpellantës.